Heu ku je lahut shqiptare, me vargë malet moshatare, zanje në porte e paskeruvet, qysh preje gjedo bashe muj. Ja ku kthejmë përsëri shikues nderuar, vazhdojmë bisedën me doktor Gjekën. Është shumë interesante, suksesi i tij është i madh, jo vetëm personal, por edhe komunitar. Doktor, cilat janë disa nga shenjat që njerëzit mund ta kuptojnë se kanë problem me zemrën? Në përgjithësi, janë simptomat kur ti e vën zemrën provë, pra kur ti ushtron aktivitet fizik. Se ti edhe një bllokim, menohet ai bllokim rreth 90% kur je tunajt nuk t'jep problem. Se mjafton, ka qarkullim gjakut aq sa me ta ushqy zemrën. Por ama kur ti shkon prej traherat e zemrës që mund t'i kesh kur je pushim 60-70, që është afër range-it të ulët normales, e shkon 120-140, pra ti duhet dyfishu kërkesën e zemrës për oksigjen. E tash ai 90, në përgjithësi 70%. Zemra thot nuk, hey, jam tut një mua, po kam nevojë për nim, tash edhe janë këto simptomat. Jodhimjet e gjoksit, jodhimjet e qafës, të gjah, të nofullës, të krahit, të shpatullave, nga i herë në shpinë, mundet me kenë si me kenë uthi, si që thash edhe herë indigestion, si i thonë këtu. Pra zemra ashtu mundu me të tregu se diçka nuk shkon. Është vetëm percepcioni i individëve të ndryshëm që nuk e kupton se është zemra, ose ka i herë nuk dën me kuptu se nuk është zemra. Jam i fort, jam në rregull, edhe gati jetojnë në denial, edhe këto janë pacienta që për fat keq vinë vonë me kërku nimin e mjekut, edhe kur vjen vonë, si thash edhe herë, po të kalon 24 orë që ty të ka fillu infarkti, a e hapi as e hapi, unë pak rëndësi ka se dami është bë, domethënë. Në qoftë se bie infarkti, çfarë do të bëj pacienti kur ka zem? Do të lëvizi apo nuk lëviz veprimet fizike? Absolutisht mos me lëviz. I rekomandoj me pi 4 aspirina të vogla që i thon baby aspirin, me hangër, me i qu. Edhe me thirr emergency në sekunda, domethënë, se kjo është kryesorja, me ardh me marr nimin sa më shpejt. Edhe po erdhe, do me thonë, pacientat që vinë shpejt nuk kanë dëmtim në zemër hiç, e rekuperojnë komplet infarktin. Cili është mendimi juaj për pacientat që nuk kanë simptomat forta, në çfarë kohe duhet bëhet vizita tek mjeku kardiolog për zemrën? Ka ndonjë rekomandim? Po tash nëse ti i ke këto faktor të rrezikut, siç thamë, tensioni, diabeti, kolesteroli, nëse pindohan, nëse abuzon me alkoolin, drogat, gjithashtu, pra sa më faktor rreziku të kesh, dieta që nuk ushtron exercise, nuk bën ushtrime të rregullta, të vazhdueshme, këto janë faktor rrezikut. Edhe nëse sidomos i ke disa nga këto, në përgjithësi 3 ose më tepër, plus edhe gjenet, edhe sikur të bësh çdo gjë perfekte, pra e kontrollon tensionin, e kontrollon diabetin, rekomandohet që nga mosha 40 vjeçe me u pa, me bë një lloj testit. Ka tash janë calcium score që nuk duhet bën moshë të hershme, se mundet me dhënë një percepcion të gabuar se çdo gjë është në rregull, po ka mosha 40 vjeçe më tepër, është i rekomandueshëm të jep prognozë për 2-3 vite në vazhdim se sa në rrezikshmëri për sëmundjet kardiovaskulare. Po ata që nuk ndjejnë gjë. Ka ndonjë sidomos kjo calcium score është shumë e rëndësishme për pacientat që nuk ndjejnë gjë. Ndërsa nëse ti ke ato simptomat që i thamë më përpara, atëherë ti normal që duhet mu pa. Normal që jo çdo dhimbje e gjoksit është sëmundje e zemrës, por ama gjërat kryesore duhet me i kontrollu, me rule out. Ju pak më parë thatë që shpesh njerëzit ngatrojnë dhimbjen e zemrës me atë të stomakut. Cilat janë ndryshimet mes tyre? Po tash për shembull, nëse ti mendon se ke dhimbje stomakut, ka disa mjekime që i merr në farmaci vetë, para se qipin,
provoje, në qoftë se ti e pin, në qoftë se stomakun përgjithësia ta bën më mirë. Ama në qoftë se e pin e ty veç se të shtohet, jo vetëm që nuk bën më mirë, do me thonë diçka tjetër ashtu në. Në përgjithësi smunjet, dhimbjet e gjoksit që ti nuk i kontrollon. Pra, në qoftë se ti ke dhimbje gjoksit, në qoftë se e prek gjoksin e të, më them, kjo nuk është tipike dhimbje e zemrës. Nuk mundet nuk jetu e prek zemrën që me Po, dhimbje. janë muskulare. Pra, janë të smunje muskulare, të sistemit, të kockave, të kartilagjeve që Janë të brendshme. Po, janë pa dëmshme, si me thonë, mundet me dhimbje, por ama nuk është vdekje prurse. Me pacientët shqiptar, lidhur me zemrën gjithmonë. A ka ndonjë gjë që mund të shtetet ju tërheqin vëmendjen? Jo, është shumë e vërtet. Ti e ke parasysh që jena na shqiptar deri sot na dhimbin fort nuk ankohen. A ke parasysh tu pas parasysh se jena larg shumë vendlinjes këtu për mu afirmu qoftë në mënyrë profesionale ose punë të neshme duhet me punu fort. Ti e din se ti e ke kalu vetë. Po, absolut. Asisen nuk ta jep kusht. Tana duhet me i fitu vetë. Prandaj në përgjithësi jepen shumë mas punës, edhe e lanë vetin edhe shnetin për të fundit. Në përgjithësi, po e shoh këtë diçka edhe më tepër nga shqiptarët, se kujdesin për këtë tjetër përveç se për veten. Fëmijët, atë prind, nanën, babën, gruan, për gjithë. Edhe derisa bin, do me thonë, ngjoj. E mira është me dhënë kujdesin edhe shnetit, se po s'qe shnetshëm për vetin, s'munesh me nimu asken. Prandaj siç thash, po edhe faktor rrezikut, kontrolloju, se s'ke nevojë me shku te doktori. Unë pacientat që janë stabil një herë në vit i shoh. Por ama ka ata që i shoh çdo 2 javë se janë smur për mu mundu me i majt jashtë spitalit, si me thonë. Ai qëllimi kryesor. Po mirë, doktor Gjeka, cilat janë 3 këshillat që mund të jepet juve për të patur një zemër të shëndetshme? Me të thonë drejtën, shumë të rëndësishëm janë dieta. Në smundjet kardiovaskulare, dieta mediterane është më e rekomandueshme, pra proteinat me i marrë nëpërmjet. Çfarë përfshin dieta? Po, proteinat me i marrë nëpërmjet peshkut, mishave të bardha, pra të pulës ose të gjelit detit, me evitu gjanat që janë të procesume, me kryp, të fërgumet, që na shqiptarët i adhurojmë, me përdor vojën e ullinit, më shumë se sa me përdor gjalpnet, ose këto unyrnat që janë të alternative. Unyrnat e shnetshme është vaj ullinit, nuts, këto bajamet, edhe avokadoja, ka vojnat e mira. Masanej frutat, salatnat, këto janë të rëndësishme. Çdo gjë do me thonë me karar. Se edhe po hangre pesht 3 kg peshk në ditë, nuk është e mirë, e ke parasysh, po çdo gjë po mënyra e shnetshme për më ushqyer është kjo, dieta mediterane. Do një këshill tjetër? Kjo ishte e para. Po. E dyta janë ushtrimet. Do me thonë me nejt aktiv. Me nejt aktiv vazhdimisht. Pra rekomandohet rreth 75, në qoftë se vrapon, për shembull, rreth 75-80 minuta në javë. Me nda gjatë javës. Në qoftë se ec me i hap shpejt ose të pëlqen me bë biçikletë, rreth 150 deri 180 minuta në javë. Pra, i bje me kënë në qoftë se ec 30-35 minuta deri në 45 minuta në ditë. E mirë është me gjetë atë kohë, kur marrën njëri punë, e mja kushtu, se a di si më thonë pacientat në përgjithësi, në punën që i bajnë jam vazhdimisht aktiv, po nuk është e njëjta gjë. Bajnë punë tronë, se shumë punojnë në punë fizike, në ndërtim, po është e shkputën. Nuk është, si me thonë, sistemi kardiovaskular po punon për 35-40 minuta. E bën për 2 minuta, pushon, se tranet e zemrës shkojnë kështu. Ti duhet me çu tranet e zemrës edhe me i majt për një periudhë kohet. Edhe me shoqënu me ngritje peshash, pra me core muscles. Dhe e treta? E treta është mos më abuzu me duhanin, mos më abuzu me alkoolin. Duhanin hiç herë, po alkooli me
me kriter nuk është i damshëm, sidomos vena e kuqe. Bën mirë për zemrën. Në qoftë se nuk ke probleme me mëlçin, me sistemin digestiv, edhe American Heart Association mundesh me vizitu në website në tyne, një gotë e vogël event kuqe me darken, si me thonë, promovon parandalimin e smundjeve kardiovaskulare. Po mos e bani shishe, do me thonë, maje të 6, të 4 deri në 6 onca. Stresi dhe ana emocionale, a lutë rol në zemra? Shumë. Shumë se kur ti je i stresum, tana sistemet hormonale të stresit ngrihen. Pra, sikur edhe zemra sikur janë tension, të rrah më shpejt, tana këto hormonet e stresit promovojnë inflamacionin. Inflamacioni është shkaktar një ndër shkaktarët e formimit të plaks që shkakton bllokimin e arterëve, qoftë në zemër, qoftë në organet e tjera. Prandaj jetë pa stres nuk ka, por e mira është me gjetë mënyra alternative që mos me lënë stresin me të marrë jetën. Siç thash edhe herë, nëse ti bën një jetë të shnetshme, han shnetshëm, ku ka mënyrë më të mirë me trajtu stresin se sa ushtrimet fizike. Çfarë do të qoshin atje? Je me nerva, në vend se me pi cingore, 10 minuta, 20 minuta. Qetësohesh edhe. Doktor do na falësh, do të bëjmë një shkputje publicitare edhe do të kthehemi përsëri në bisedë. Shikues të nderuar, kthehemi pas pak.